çka kemi bo, jom drejtu kopshtit Ganimetit Hërbeshi, ku tash ushtrusja detyres Hana, i ka hap dyrt edhe ka përqafu këtë qasis edhe kjo ka qenë shumë rëndësishme nëse donë me bashkëpunu në këtë drejtim. Edukatorët kanë qenë shumë të hapura edhe kanë pritë shumë mirë nismen. Kemi marrë fidanje për 9 kopshtet edhe kanë fillu mbjellja kopshteve të përimeve në 9 qendrat e kopshtit Ganimetit Hërbeshi. Çfarë fidanje? Këtu e kemi bo përzgjedhjen kryesisht të fidonjeve që përimeve që rriten pak ma lehtë, po, janë sezonale, janë spesa, janë domate, janë brokoli, po kryesisht janë që unë i komendu, më thonë shka fëmijët mujnë me u kujdes për to, se ideja është që fëmijët me qenë të involvuar drejt për drejt në rritje, në mbjelljen, dhe më thonë deri sot arrin me e shiju frutat edhe me ngrënë sallate. Si u prit për ty në fillim? Edhe mbi gjitha, që po më intereson me ditë, po, a kish në fëmijë eksperiencë para prake, sa i përket kopshtarisë? Nuk është që fëmijët janë shumë të integruar në kultivimin e kopshteve, i njohin sepse i kultivojnë, dhe më thonë ta janë fëmijë 5-6 vjeçar, 3-4 vjeçar, që i njohin si shka është një domate, një specë kështët, po eksperiencen me rrit, me zhvillu kështët nuk e kam pas ma herët, po edhe janë gjithë shumë entuziazmu në këtë proces. Do më thonë, po e dashurojnë nga të... Po, e shka është ma bukra dhe edukatorët bashkë me to edhe janë, se pa kom pas frikë, unë jam bashkëpunëtore jashtme, unë nuk jam që punoj me një institucion, unë punoj me shumë organizatat të ndryshme, edhe kjo ka qenë, si me thonë, një dëshirë imja, kum dash me sjell aty, po mandem ka frika, sa kanë me ditë një kujdes për ato fidojnë, mas e kom menu, se ato është një dashurje madhe për me i rrit, me i zhvillu, edhe mandej kom najtë në shpillë, kom tonë ku ato që shko me shku këtë proces. Po kur kom shku dhe kom patë, sa bukur e kanë prit edhe sa mirë janë të i trajtu, edukatorët edhe fëmijët,